Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Si çdo mbrëmje dhe sot jemi së bashku me ju për të lutur liturgjinë e orëve më gjithësisht mbrëmsorën. Po lusim mbrëmsorën e parë e të dielës, javës së dytë të kohës së ardhjes. Psalmet do të jenë të marra nga java e dytë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues hyjnori i yjeve, drita e mshuar e besimtarve. O Krisht shëlbuesi të gjithëve, uratën tonë dëgjoje. Duke vuajtur rënd me dhimbje për vdekje e shuarje të shekullit, botën e mirë shpëtove, shërim u dhe fajtorve. Kur u ngrys nata e botës, si dhëndri prej nusrarës, nga krarori i bekuar i nënës Virgjër dole. Përpara fuqi plotit, gjunjëzohen të gjitha qenjet, qiellore e toksore, urdhrit atij i binden. Ty i shejt me fe të lutemi, gjykatësi i madh i shekullit, në çdo kohë ti na ruaj prej shigjetave të pabesa. O Krisht, mbreti i drejtësisë, me ty lavdi i qoftë Atit dhe Shpirtit Shenjtë je dhënës, në shekujt e mshueshëm. Amen. Antifona e parë. Gëzohu dhe galdo Jeruzalemi i ri, je po vjen mbreti i yt, i përvojturi dhe shpëtimtari. Psalmi 119, pjesa 14. Premtimi i përmbajtjen e ligjit të Zotit. Ky është urdhri im, duani njëri tjetrin, sikurse unë ju desha ju. Thot Krishti te Gjoni Ungjilltar 15:12. Fjala jote është dritës për këmbët e mia, dritë për udhët e mia. U përbetova dhe do ta mbaj fjalën, do t'i ruaj gjyqjet e drejtësisë sate. Jam për së tepërmi i përvuajtur, o Zot, ma përdrit jetën sipas premtimit tënd. Pranoj, o Zot, dhuratët e kojës time dhe mi mëso gjyqjet e tua. Jeta ime është gjithmonë në rrezik, por nuk e harroj ligjin tënd. Të mbrapsht të vun leçe kundër meje, por nuk ju shmanga porosive të tua. Dëshmitë e tua janë trashëgimi im i përhershëm, janë kënaqësia e shpirtit tim. E përul zemrën time që t'i kryej urdhërimet e tua, për herë e deri në fund. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Gëzohu dhe galdo Jeruzalemi i ri, ja po vjen mbreti yt, i përvojturi dhe shpëtimtari. Antifona e dytë. Mos druani, ja hyji ynë, ai po vjen për të na shpëtuar. Psalmi 16. Zoti, pjesa e trashëgimit tim. Hyje ngjallë Jezusin duke e shpëtuar nga tmerri i vdekjes. Thot Vepra Apostujve 2:24. Më ruaj o hy, sepse të kam rënë dorë. I thash Zotit, ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Për shejtrit që janë për mbi tokë, njerëz bujar, po përvelohem krejtësisht prej dëshirës. I shumojnë të zezat e veta, ata që shkojnë pas zotave të huaj. Unë nuk do t'ju aflijoj flinjomje e gjaklash, buzët e mia nuk do t'u përmendin emrat. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota, në dorën tënde është fati im. Shorti më ra në më të mirën tokë, pjesa e trashëgimit tim, tezve më pëlqen. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshkat e mia më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më ri në të djathtë, nuk kam se si të rëzohem. Prandaj kaldon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të ma lësh shpirtin në nën tokë, as s'do të lejosh që shenjti yt të kalbet në dhe. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate.
kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mos druani, ja hyi ynë, ai po vjen për të na shpëtuar. Antifona e tretë. Prej Mojsiut që dhën ligji për Jezu Krishtit hiri dhe e vërteta. Kënga Filipianëve 2:6-11. Krishti shërbëtori hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hy. Barazinë vetë me të, nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz, Dhe për kapamja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, e atyre që janë në qiell, në tokë e në tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë, Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. prej Mojsiut që dhën ligji, prej Jezu Krishtit hiri dhe e vërteta. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, rreshtat 23-24. Hyje burimi i paqes, ai ju shënderoft krejtësisht, dhe e tërë qenja juaj, shpirti, jeta dhe trupi, u ruajt e patëmet dhe përsosur për ardhin e Zotit ton Jezu Krishtit. Besnik është ai që ju thëret, ai do të bëj ashtu. Përgjigje e shkurtër. Na e trego o Zot mëshirën tënde, Na e trego o Zot mëshirën tënde, dhe na jep shëlbimin tënd. mëshirën tënde. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë, Na e trego o Zot mëshirën tënde. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Eja o Zot e na viziton në paqe, me zemër të re do të bëjmë fest për ty. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e arrej brorit hyjit shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvojt, që tani të gjitha besnik do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenareve, i rrezoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thot, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Eja o Zot e na viziton në paqe, me zemër të re do të bëjmë fest për ty. Lutjet e besimtarve. Me përvojtëri t'i lutemi Krishtit Zot, i cili u lind prej Virgjës Mari, dhe me gzim t'a thërasim. Eja o Zot Jezu, biri i hyjit, ti do të vish si engjëll i vërtet i beslidhjes. Bëj që mbar bota të pranoj dhe të të njoh. Eja o Zot Jezus, I lindur prej Atit, erdhe dhe u mishrove në Virgjën Mari,
largoje prej nesh shkatrueshmërinë. Eja o Zot Jezu, Ti e jeta e ke ardhur ta pësosh vdekjen, bëj që të pranojmë prej duarve të tua vuajtjen dhe vdekjen. Eja o Zot Jezu, Në gjyqin tënd ke për të ardhur për t'i paguar të gjitha. Tregon atëherë mirësinë tënde. Eja o Zot Jezu, O Zot Jezu Krisht, i vdekur në kryq për ne, dëgjona ne që po të lutemi për të vdekurit tanë. Eja o Zot Jezu, aty në qeje në qiell u shetrofte më në ytë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm e i mëshirshëm, mos lejo që kujdeset tona toksore të pengojnë udhëtimin tonë drejt takimit me Krishtin, birin tënd, por dija qiellore e mësimit të tij në bëft pjesëtar të fatit të tij, që jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin që ai të hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmsorën e parë e të dielës javës së dytë të kohës së ardhjes. Ne ju ftojmë të vazhdoni të shoqëroheni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zej krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.